Në një intervistë për prestigjiozen britanike The Telegraph, kryeministri Edi Rama ka folur për një sër çështjesh përfshirë sistemin e drejtësisë, situatën në rajon, si dhe progresin e shënuar nga Shqipëria si një vend ish komunist. Sa i përket ndryshimeve në sistemin gjyqësor, shefi ekzekutivit deklaron se opozita e tanishme ka qëndruar për shumë kohë në pushtet, si dhe ka arsyet e saj për t'ju friksuar transformimit rrënjësor në këtë fushë. Ndërkohë, në lidhje me situatën rajonale, Rama ka përsëritur edhe një herë paralajmërimin e tij për ndikimin e Rusisë në vendet ballkanike. Reforma në drejtësi është një shqetësim madhor për opozitën, pasi ata kanë qenë në pushtet për vite me radhë, ndaj kanë arsyet e tyre për t'ju friksuar një sistemi drejtësie të pastër dhe mirë funksionues. Sa i përket situatës rajonale, influenca e Rusisë mbi Ballkanin është më e fuqishme se më parë, e sidomos në qarqet politike të Serbisë dhe të Malit të Zi. Kjo nuk është diçka të reqse për shoqërinë, pasi politikat ruse nuk korrespondojnë me ambicjet e Ballkanit për t'ju bashkuar BE-s. Mëtej, Rama ka folur edhe për shfaqjen e pikturave të tij në ekspozita të njohura në mbar botën, teksa shton se pasioni i tij e ndihmon që të përqendrohet. Në lidhje me të ashtu quajturën çështjen Brexit, kryeministri shqiptar nënvizon se kjo ishte një zgjedhje demokratike dhe sovrane e popullit britanik, por shton se kjo gjenerate e Europës nuk duhet harroj se BE-ja është mbi të gjitha një projekt për paqe dhe siguri, dhe në plan të dytë, një bashkim për një treg të lirë dhe të përbashkët. Rama ka folur ndër të tjera edhe për tranzicionin politik në Shqipëri, duke theksuar se shumë gjëra kanë ndryshuar për mirë në vend që prej rënies së sistemit komunist.